I dal nga shtypi javë më parë, libri i ri i autorit Gjovan Shyti me titull Lojtari i Fatit, sapo ka zënë vend në raftet e disa prej librarive të kryeqytetit. Sikurse shpjegon zoti Shyti, vonesa kohore midis daljes nga shtypi dhe shpërndarjes në pikat e shitjes ka ardhur për arsye të fushatës elektorale të zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025. Përndarjen e librit tim të 7 Lojtari i Fatit e shtyva pasi gjykova se motori zhurmëdhënj të fushatës elektorale 2025 do ta eklipsonin vëmendjen e dashamirësve të pakët të librave. Vendosa të pres momentin kur zhurma shurdhuese e motorëve elektoral të fashitej. Besoj se tani është momenti, megjithse shqiptarët, tifozat të politikës, që për fat s'merren fare me librin, do të vijojnë të shtyjnë muajt me lagu se lagu procesin e rezultatit e ndershmërisë së zgjedhjeve. Son autori Shyti, i pyetur rreth tematikës së librit Lojtari i Fatit, pas artikulimit të frazës "Gjithmonë e kam patur dhe vijoj ta kem bezdit tregimin e përmbajtjes", pasi e vlerësoi fyerje për libërdashësit, një lloj joshje artificiale për të imponuar blerje me çdo kusht të veprës. Autori Shyti, veteran i shueshëm i gazetarisë pas komuniste, shprehet përmbledhtazi. Përmbajtja e Lojtari i Fatit trajton fundin e individit, shoqërive popullsive masive që jetojnë duke pritur e shpresuar te fati, duke mos kuptuar se vetë pritja e ardhjes së fatit minimalisht frymëzon me shumicë humbjen e viteve të jetës që rrjedhin në shtratin e vet pa ndikim. Lojtari i Fatit, i cili është personazhi qendror i librit, është me fat se triumfon një ditë, i troket në port fati shumë viteve pritur. Mirë, po çfarë ndodh me të? Përveç se kujtesë historike e viteve të shkuara në pas komunizëm, në tërësinë e vet ngjarja e librit vjen e trajtuar në raftin psikofilozofik, po ashtu dhe personazhi qendror, fati pritësi të cilit është paralel me atë të shqiptarëve, të cilëve pritja e mbritjes së fatit, mos reagimi ndaj saj, që u ka lënë i servir politika mashtruese, u ka kushtuar humbje të rënda, jo vetëm financiare nga piramidat mashtruese 96-97, por pse jo, dhe të lirisë së jetës së munguar në demokraci. S'duhet haruar se me pasivitetin, shpresën e mbritjes së fatit, që do të na vijë një ditë për 3 dekada kemi kontribuar e po kontribuojmë për demokraturën, jo për demokracinë e premtuar në fillimin e viteve 90, vlerëson autori gazetari Shyti.